Altin Lloga, ish futbollist me një karrierë të pasur sportive. Sot vazhdon të jap kontributin e tij me pasion dhe përkushtim si trajner, me vizionin për të dhënë fëmijëve mundësi mes pasionit dhe sportit. Ai ka themeluar Akademinë e parë sportive në Struk, një hap i madh për kontributin e të ardhmes së talenteve të rinj. Kjo nismë është më shumë se sport, është edukim, disiplinë, dashuri dhe lojë, frymëzim për brezat e rinj. Altin, faleminderit që pranove ftesën të jesh pjesë e emisionit tonë. Faleminderim edhe për ju, për prezencën. Është mirë që të kemi më shumë vizitorë të medjave, për të ndihmuar që ti promovojmë talentet e reja të qytetit tonë të Strugës, dhe kënaqësi është edhe jonja si ekip. Altin, na thuaj, kush është ai djali i vogël nga Struga që ndronte të bëhet futbollist dhe sot po luan rolin një trajneri, është një trajner i suksesshëm? Po, unë jam Altin Lloga, jam një ish futbollist, profesionist, kam luajtur me disa klube brenda dhe jashtë vendit, në Maqedoni, Kosovë dhe Shqipëri. Gjithashtu kam luajtur edhe me qytetin tim, me qytetin e Strugës, dhe me thonë hapat e para të karrierës i kam filluar pikërisht te kjo fushë, por siç e shihni në këto momente kjo fushë ndodhet në një gjendje shumë të keqe dhe qëllimi im personal, po edhe i disa njerëzve të cilët ja duan të mirën qytetit, është që ta rikthejmë këtë klub në vijën e duhur. Na thuaj, cila është ajo ndjenjë kur Altini u kthye si trajner, një herë si futboller i vogël, tani si trajner? Çfarë ndjenje përjetuat? Ndjenja është një ndjenjë shumë e veçantë, për arsye se këtu i kam hedhur hapat e para si futbollist, dhe nga këtu filloi gjithçka dhe kam ndjerë edhe si obligim moral që klubin ta mbështes dhe në qoftë se nuk mundem financiarisht, paktën moralisht dhe me atë që di ta bëj më mirë me futboll, t'i ndihmoj që të rikthehet në rrugën e duhur. Ndjenja jote shpirtërore ndihet më e plotësuar si trajner ose si futboller? Të them të drejtën, nuk e kisha menduar që do të kem një ndjenjë kaq të veçantë si trajner, për arsye se nuk isha përjetuar këtë emocion dhe ndjej një kënaqësi shumë të madhe kur shikoj këto talentat e ri të cilët të ndrojnë një ditë të bëhen futbollista të mëdhenj dhe do ta jap më të mirën nga vetja që këto fëmijë të rriten dhe zhvillohen ashtu si duhet. Ne shohim që sot ke shumë fëmijë të cilët trajnohen për të bërë futbollin e të ardhmen. Në sytë e një trajneri, cili mund të jetë, si e vëreni juve që një talent është i kompletuar për të startuar një... Po shiko, tek fëmijët dallohet menjëherë talenti, nuk është shumë e vështirë për arsye se ato akoma rriten edhe mësohen, ndërsa një individ ose një fëmijë i cili e ka dhurat nga Zoti, ajo vërehet që në hapat e para që i bën me topin, nuk ka nevojë për ta ndjek shumë. Mirë po talenti pa punë mendoj se nuk ka vlerë, prandaj jemi edhe ne këtu që t'i ndihmojmë, punojmë fort, që ato të rriten, zhvillohen dhe një ditë pse jo të bëhen edhe futbollistat mëdhenj. Ju vetë se jeni trajneri klubit më të vjetër të qytetit, tani keni hapur dhe një akademinë tuaj me sa dim. Si lindi kjo ide dhe pse lindi kjo ide? Po për arsye se thash, këtu i kam hedhur hapat e para dhe kam parë klubin në një gjendje shumë të vështirë dhe mora një iniciativë personale me ndihmën e disa njerëzve që kanë qenë këtu në klub, që i njihja, Fiatin, është edhe një sponsor i klubit Naser Sinani, të cilët e kanë mbajtur klubin që të mos shuhet. Dhe për mua kjo klubi i vllazнимit është një vlerë kombëtare për arsye se është klubi më i vjetër në qytet dhe nuk meriton që të jetë në këtë gjendje që është tani. Prandaj mora një iniciativë, i vesha edhe një herë kputucët dhe gjithashtu jam edhe i angazhuar edhe me ekipin e parë të vllazнимit, ku për momentin jemi në vendin e parë. Dhe nëse fitojmë nesër shpallemi kampion Dibni dhe është një hap i madh për klubin tonë. Ju keni përkrahje institucionale? Të them të drejtën, momentalisht nuk kemi asnjë përkrahje institucionale. Shpresojmë që unë vetë personalisht me disa persona do të shkojmë të bisedojmë edhe me kryetarin e ri të komunës, për arsye se qyteti ka një klub në ligën e parë, është FC Struga, megjithatë vllaznimi është aset kombëtar dhe nuk duhet ta lëmë që të shuhet dhe nuk është kjo interes personal, por është interes i gjithë qytetit. Rreth parë është interesi i fëmijëve, ku mund të ta zhvillojnë talentin dhe shpresoj që do të gjejmë mbështetje nga pushteti lokal dhe ne të fillojmë ta ndërtojmë këtë klub nga e para edhe një herë dhe pse jo ta ngjisim paktën një kategori më lart ku talentet tona do të mund ta përdorin si trampolin për të ardhmen.
për arsye se se shumë sportista na ikin në për klube tjera, pasi nuk kanë. Sa klube ka Struga? Struga ka 3 klube të cilët garojnë në nivel pak më të lartë. Më të lartë është FC Struga, po është klub privat. Bashkëpunoni ju me FC Strugën e me klube tjera të shtetit? Shpresojmë që të gjejmë bashkëpunim, shpresojmë unë do të bisedoj pse jo është interes edhe i tyre edhe joni. Do mundohem të kontaktoj, nëse do të gjejmë mbështetje do të jetë shumë e mirë, po edhe nëse nuk do të gjejmë mbështetje ne do të përdorim gjithë mekanizmat për të ringjallë këtë klub. Sa fëmijë keni juve në klubin tuaj, në akademinë tuaj? Në akademinë time, akademia ime ka 3 muaj e gjysmë që është aktivizuar, është hapur dhe për momentin kam diku mbi 35 fëmijë dhe shpresoj që të rritëm me kalimin e kohës, shpresojmë që të krijojmë një akademi të fuqishme e cila do të jetë kompetitive në nivel nacional. Për çfarë moshe marrin pjesë fëmijët në akademinë tuaj dhe me sa di është një ndër akademia të para në qytetin e Strugës? Akademia e vllazënimit është ndër akademitë e para, domethënë ka qenë megjithatë një kohë të gjatë 15 vjeçare, ka qenë e humbur plotësisht, ka qenë e zhdukur dhe tani po ringjallemi, po rikthehemi. Dhe moshat cilat marrin pjesë në akademinë time janë nga gjenerata 2016 deri 2020. Megjithatë, kam pranuar edhe fëmijë të moshës 3 vjeçare, 4 vjeçare, të cilët kanë pasion për sportin dhe besoj që ato do të rriten dhe do të ndihmojnë shumë në akademinë time. Këto 3 muaj keni pas në një lojë miqësore me klube tjera ose në qytete tjera të tilla? Mendon me akademinë? Po, unë arrita që me një gjenerat të paraqitem në ligën e fëmijëve që është në qytetin tonë dhe momentalisht jemi duke ndjekur ndeshjen dhe edhe pse jam i fokusuar te biseda e ndjek çdo lëvizje të fëmijëve dhe po jemi të lajmëruar në ligën e fëmijëve dhe shpresoj që vitin tjetër të rritemi dhe të marr pjesë me gjithë gjeneratat, jo vetëm një gjenerat. Kështu që shpresojmë që vitin tjetër faktikisht akademia juaj të korre shumë suksese të cilat neve do të vim përsëri në një intervistë. Na thuaj për futballerët, për fëmijët që duan të ndjekin ëndrrën e futballit, çfarë mesazhi do jep fjalëtimi? Për fëmijët në shkollën time kam disa talenta që janë të veçantë dhe do doja edhe Ticeki, është Kelmendi, e kemi Lorikun, Lisin, e kemi një Demish që janë talenta me perspektivë, janë edhe punëtor, mesazhi im çfarë do të ishte, të punojnë dhe të ëndrojnë. Me punë, disiplinë dhe ëndër, mendoj që mund të realizohen gjithçka. Por neve ndodhemi faktikisht në fushën e futbollit ku juve zhvilloni ato trajnimet tuaja. Është në gjendje të mirë kjo fushë, se neve nuk kemi profesionistë të futbollit dhe mjafton. Fusha momentalisht është një gjendje të mjerueshme, do ta themi të vërtetën. Megjithatë, ka kaluar një projekt i madh i cili pritet të realizohet nga Federata e Futbollit dhe do të bëhet me bar artificial dhe besoj që në të ardhmen kjo do të jetë qendra e gjithë akademive në qytetin tonë. Po Federata e Futbollit, a ju ka juve ndonjëherë në plan për të financuar, për të përkrahur financiarisht? Shpresojmë në përkrahje nga Federata, megjithatë Federata nuk është se i ndihmon shumë klubet, Federata do ta bëjë rolin të ndihmojë klubet në infrastrukturë, na ndihmojë me mjete për sportistat, kjo do ishte një ndihmë i madhe, për arsye se sponsorizimin e klubeve nuk e bën Federata, presim ne gjejmë sponsor, gjithashtu komunën, këto janë sponsorizuesit. Po bizneset private janë të interesuar për të ndihmuar? Momentalisht nuk kam qenë në komunikim, është vetëm një person, Naser Sinani, i cili e ndihmon klubin tani për momentin. Dhe dua ta falenderoj edhe publikisht me që gjej rastin, por nevojiten edhe shumë sponsor tjerë të vullnetit të mirë, të cilët do t'i ndihmojnë klubit që ta rikthejmë në rrugën e duhur. Na pret një punë e madhe, tani sapo të mbyllet stinori dimror dhe në pranverë duhet të reformohemi, të krijojmë edhe një kryesi që të mundemi ta kurozojmë në fund edhe ngjitjen në ligën e dytë me ekipin e parë të vllazënimit. Sa staf keni juve këtu tek KF Vllazënimi? Për momentin jam personalisht vetëm unë. Ju thash sepse jam kthyer në një klub ku gjendja ka qenë e mjerueshme dhe po mundohemi të ngjallim një shpresë. Prandaj edhe veti vesha kputucët dhe deri tani jemi duke bërë një punë të mirë. Paralelisht u hap akademia, gjithashtu edhe me ekipin e parë të klubit. Jemi në vendin e parë në ligën e tretë dhe shpresoj që ta kapim play-offin për të ngjitur në ligën e dytë. Dhe pse jo me një riorganizim të mirë tani në dimër, nëse gjejmë mbështetje edhe nga
nga komuna edhe ndonjë sponsor, ne do ta synojmë ligën e dytë patjetër. Altini, si përfund, e gjen veten më mirë si trajner ose si futbollir? Po reale, përgjigjet. Futbolli ka qenë pasioni im i parë dhe them të drejtën, nuk është duke më munguar shumë për shkak se akoma jam duke luajtur, duke ndihmuar klubit, jam në rrjedha. Po preferoj trajnerin këto momente, jam në një stad të jetës ku më pëlqen shumë të ndihmoj të rive, për arsye se shoh shumë talenta me perspektivë dhe kam ëndër që ndonjë futbollist nga akademia ime na përfaqësoj në ndonjë nivel të lartë, në reprezentacion ose në një ekip të madh në Evropë. Je i rrept si trajner? Jam kërkues, edhe si futbollist ndaj vetes kam qenë i rrept, nuk jam i rrept, i dua fëmijët, i dua me gjithë zemër. Megjithatë jam edhe kritikues për arsye se gjithmonë kërkoj më të mirën. Nuk dua që fëmijët të vetkënaqen, por dua të synojnë gjithmonë më shumë dhe më shumë. Altin, si përfund, në fakt se po afrohemi në fund të kësaj interviste, bëju një thirrje të gjithë bizneseve, edhe pse është momenti tani për ta realizuar. Thirrja ime ndaj bizneseve është që të mundohen të na ndihmojnë, të afrohen në klub, siç jemi kthyer neve futbollistat pa asnjë financë të ndihmojnë. Edhe ato nëse mund na mbështesin financiarisht, u bëj apel që të afrohen rreth klubit. Po, për shkak se edhe futbolli është edhe reklama më e mirë edhe për biznesin e tyre. Kështu që paralelisht edhe do të na ndihmojnë neve, edhe do t'ju ndihmojnë këtyve të rive, por gjithashtu edhe do t'i bëjnë reklam biznesit të vet. Kjo është apeli. Altin, faleminderit shumë që ishe pjesë e bisedës tonë. Faleminderit edhe ju, më falni pak se më mungoj koncentrimi për arsye se një sy e kam te fëmijët. Megjithatë besoj se kaloj mirë. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi. Të dashur dëgjues, ishim me Altin Llogan, futbollir në kohë, tani si trajner i suksesshëm pranë klubit sportiv KF Vllaznimi.